Në emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Shpifja, një vepër e urryer tek Zoti i Madhërisëm dhe tek njerëzit. Gjithashtu edhe shpifja bën pjesë në vetitë e shëmtuara dhe të gjykura. Shumë njerëz, duke mos menduar për pasojat, i bëjnë shpifje njëri tjetrit dhe kështu përhapin ngatresa në bashkësi. Në të shumtën e rasteve, ata këtë e bëjnë me gjithëqef, duke mos menduar se me këtë e bëjnë një mëkat shumë të madh. Posaçërisht, mëkati i madh është të shpifësh gratë e ndershme. Për çka, sipas dispozitave të sheriatit, është paraparë dhe dënimi. Hadi Kazf, që përbëhet prej 80 goditjesh. Dënimin e rënd të shpifjes e shqipton edhe Kurani, ndaj dhe thot: Innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'adhim. Vërtet ata që akuzojnë gratë e ndershme, besimtare, të pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ata i pret një dënim shumë i madh. Surja Nur, ajeti 23. Prandaj, besimtari nuk bën shpifje, nuk akuzon dikën, nuk e përdhos moralin e tjetrit, nuk e përbuz tjetrin, nuk e përqesh tjetrin, nuk e nënshmon tjetrin. Besimtari gjithmonë niset nga vetja e tij, sepse ai ka një shpirt bardhësie të madhe, ka një shpirt mirësie të madhe. Ai shikon njerëzit me syrin e perspektivës, me syrin e mirë, me syrin pozitiv. Ai shikon njerëzit dhe ju ndihmon njerëzve në punë të mira, sepse kështu e mëson Allahu i Madhërisëm. I thot atij pra: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Pra Zoti i Madhërisëm i mësoi pra besimtarët që të jenë të sjellshëm, të kenë devotshmëri me njëri tjetrin dhe të mos urrejnë njëri tjetrin, por të bashkohen në punë të mira dhe të largojnë shpifjet, paragjykimet, inatet, zilit, mërit, shpifjet e pabaza. Andaj, besimtari duhet të punoj ditën dhe natën që të mendoj mirë, të veproj mirë dhe të bëj punë që Allahu është i kënaqur me to. Në këtë mënyrë, ai do të hyjë në rahmetin dhe mëshirën e Zotit dhe do i shpëtojë hidhrimit të krijuesit të tij. Kështu që do të ndërtojë një shoqëri të bazuar në vlera, e jo në shoqëri që bën shpifje dhe akuzon për moralin e dikujt.